plot kupa. E juja është. Nga do dhe kudo, po s'mohit fjales e prap dhe krismes prapashmine. Me se të ju përënoj o dega ime e vjetër e fisit. E ati ti si të 3 herë të zirë në ashtin tuajnë edhe timin. Me se të ju përënoj. Pleqet tanë e dinin atë fjalë, atë rënz që shronte gjak edhe blag. Visim plot sa kripa që ka koka, ujdeti, bari, alkal me alkal breznit janë nisë në luft dhe janë këtyre fitimtar me modën shtis. Sofra plot, pushka plot, burrat u bashkuan plot në kuvendin e verave të Lukës, falen gjaqet, falen nga tresat, dhe gjitha i kanë pajtue që kamba e shkaut në këto troje mos me kalue. Falenderojmë aktorin e madh Niman Muçaj për këtë interpretim të mrekullueshëm, të nderuar të pranishëm, fillimisht me lejoni t'ju lusë të ngrini në këmbë dhe në heshtje të nderojnë hymnin e flamurit ton kombëtar dhe atë shtetëror. I nderuar kryetari i komunës Zotëri Bashkim Ramosaj, i nderuar kolonel Abdyl Mushkolaj, nën kryetari i komunës Sami Cacaj, kryetari i kuvendit Hajdar Sutaj, të nderuar përfaqësues institucional të nivelit lokal dhe nacional, deputet të Parlamentit të Kosovës, asamblejës, pjesëtar të policisë, ushtrisë së Kosovës, profesor, mjek dhe mysafir, kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame në Deçan Zotrin Asër Tolaj dhe ju imam të respektuar, i nderuar Don Fran Sopi, mirë se ke ardhur, të respektuara familje të dëshmorëve, invalid, veteran, çlirimtar. Të nderuar të pranishëm, kam kënaqësinë e veçantë që në emrin tim dhe në emrin të gjithë juve të përshëndesim në mënyrë të veçantë të gjithë aktorët dhe protagonistët e organizimit të kuvendit historik të verave të Lukës. Familjen e adetarit dhe intelektualit, burrit të urtë e të madh të kombit ton, Anton Qeta.
familjen e adetarit, profesorit të guzimshëm Zekria Cana, familjen e nënës Aisha Gërvala, nënës simbol të rezistencës të heronjve Jusuf e Bardosh Gërvala, familjen e adetarit, patriotit dhe luftetarit General Jashar Salihu, antarë të tjerë të gjallë që jemi me fat që disa nga ta edhe sot i kemi këtu, zonjen Haveshala, zonjen Myrvejt e Dreshaj, zotriun e të Mqeku, zotriun Musa Berisha, Mulla Gjevat Kryeziu, General Nasim Haradinaj, Prijes Fetar Don Lush Gjergjin e Mulla Ajni Ramadanin, Salit Cacaj, Adem Grabovcin, Myrteza Lekaj, Hilmi Muqaj dhe shumë të tjerë. Kemi edhe tjetra qindra personalitete që këdo që veçojmë sigurisht që prap do të harrojmë. Andaj ju kërkojmë mirë kuptim të gjithve. Të nderuar të pranishëm. Sot pikrisht me 1 maj jemi mbledhur këtu për të kujtuar dhe për nderuar një prej ngjarjeve më të mëdha në historinë e kombit tonë, kuvendet e pajtimeve të Verat e Lukës në vitin 1910 deri te kulmimi i madh me 1 maj të vitit 1990, kur mbi gjysmë milioni shqiptar nga të gjitha trojet u bashkuan për një qëllim të madh, pajtimin dhe bashkimin kombëtar. Ky kuvend, si asnjëherë më parë, shtriu dorën e faljes dhe i dha fund vllavrasjes, duke krijuar themelet morale dhe shpirtërore të përgatitjes për luftën për liri dhe pavarësi. Vetëm në Verat e Lukës u falen 120 gjaqe, 10 plag e ngatresa, duke dëshmuar fuqinë e besës dhe unitetin e popullit tonë. Në zemër të kësaj lëvizje qëndroi profesor Anton Qeta, burr i urtë, simbol i dijes dhe i pajtimit, që me përkushtime mençuri vuri në shërbim të kombit gjithë qenien e tij. Ai thoshte: "Ju lumt o burra, qofshi faqebar." Dhe më të vërtet kjo lëvizje i dha kombit tonë një faqe të bardhë dhe të ndritur të historisë. Në këtë karavan të pajtimit ju bashkuan me 10 burra të mëdhej dhe gra të guximshme, të cilat në tytat e armëve të armikut serb nuk u ndalen, duke trokitur derë me derë e duke i bashkuar të gjithë vëllezërit për të shtrirë dorë njëri tjetrit, për të shuar hasmërinë dhe për të hapur rrugën për luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë përvjetor të shenjët, le të mos harrojmë se amaneti Verave të Lukës na obligon edhe sot të jemi të bashkuar, të kultivojmë besën, respektin dhe dashurinë ndërvëllazërore. Ky amanet është themeli i identitetit dhe qëndrueshmërisë sonë kombëtare. Kjo ditë është më shumë se një përvjetor, është një kujtesë e gjallë se bashkimi sjell fuqinë, falja sjell paqe dhe uniteti ndërton të ardhmen. Sot, duke përkujtuar këtë akt madhështor të pajtimit, ne nuk do kthehemi vetëm tek e kaluara, ne po ndërtojmë të ardhmen të frymëzuar nga shembulli i trimave dhe të urdhve që na bekuan me virtytet njerëzore dhe kombëtare. Për të kujtuar të gjithë ata që dhanë kontribut ndër vite, ata që vuan në lëvizje një kombë të tërë, ata që dhanë jetën që ne të jetojmë të lirë dëshmore të kombit, ju ftoj për 1 minutë ndërim. Lavdi. Ftoj që të marrë fjalën të parë në komunes zotriun Bashkim Ramosaj. Faleminderit, i Lord, të nderuara familje të dëshmorëve, martirëve të kombit, invalid dhe veteran të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, të
të nderuar zonja zotërit pranishëm, përvërsus të jestës politike e institucionale në këtë vend, përvërsus të klerit fetar, iniciues, organizator, njerëz që keni bardh këtë proces mbi vete, nuk po e marr guximin me përmend gjithë me emër sepse muna me gabu, e falenderoj Lartën që më letoi këtë pjesë. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme që ne për kamosha nuk është që kemi ndaj zotësi me përshkruar emocionin për atë ditë tepër të veçantë, që konsiderohet ngjarja më e madhe historike në vend për lëvizjen e kohës. Dhe po ashtu më lejoni mi falenderu familjet të cilat kanë qenë protagonist të kësaj dite, sepse është shumë e rëndësishme kjo pjesë, e cila ka kulmuar me bashkimin e popullit tonë për nevoja e televizjes kombëtare deri te lufta e ushtrisë lindore të Kosovës. Fshati Lluk kanë qenë zyrët tonë bashkë me një pjesë të akterëve ku kanë jap idenë me organizu dhe me shënu 35 vjetorin e ngjarjes, siç e tham, më të rëndësishme të kohës dhe të historisë tonë kombëtare, dhe ne kemi thonë po mesh kapacitet dhe mundësi sa kemi pas për me bo organizim të tillë. Ju falenderoj edhe krejtëve për pjesëmarrje që e kujtojmë këtë ditë. Nikosisht duke qenë kryetar i komunës Deçanit, më lejoni që ta shpreh krenarinë time për ngjarjet që kanë ndodhur në këtë qytet. Ta falenderoj grupin që ka iniciuar, grupin e trevën nga Peja, grupin e aksionit parë të Lombardit, e po ashtu në ekip të tonë mobilizuar që më ndodh ngjarja e nimojt të verrat e Llukës e vitit 1990. Mirë po paraprakisht ta kujtojmë edhe vitin 1878, ku këtu ka pas një tubim që ka qenë funksion të lidhjes së Prizrenit. Po ashtu më lejoni ta kujtoj vitin 1885, 1903, 1904, 1910 dhe data ose dita kulminante që është 35 vjet përpara. Ndiem krenar me çdo gjë që ka ndodhur anë kënd Kosovë në funksion televizjes kombëtare për shërim, mirë po në veçanti Deçani po duket të kanë zonë këtë hap me shumë ngjarje që kanë ndodhur, sidomos mas luftës dytë botërore, edhe me brezin e 68-s, edhe të 89-s, edhe me juristët e Deçanit, dhe me çdo sakrifisë që ky popull e ka bërë. Nuk po e marr guximin me hy me sqaru diçka më tepër, sepse po shoh shumë profesionistë që janë historianë dhe që janë aktorë të kohës. Dhe më lejoni që me përmbyll fjalën time me një falënderim dhe me një ndoshta fjala më e madhe të ne është më thon lavdit që të atyre që kanë jep kontribut për këtë ditë. I po harrum qoftë kujtimi për ata që nuk janë mesin ton, mirë po që është obligimi brezav e gjithë neve me i kujtu e me i përkujtu, sepse kanë bërë një diçka tepër të veçantë që unë ndoshta e kam thonë në rastet të caktuara, janë shtruar model se si duhet të jemi ne drejt. Unë s'jam bashkëri, po ka të ri këtu botë. Faleminderit shumë. Ftoj që të marrë fjalën njërën nga akterët kryesor të kuvendit historik të verave të Llukës, zonjën Havë Shala. Pas 35 vitësh, ishte krejt ndryshe të flasësh para njerëzve, atë kohë, dhe është natyrisht krejt ndryshe të flasë sot para jush. Të nderuar zonja dhe zotrinja, të nderuar dhe të dashura familje që falet gjakun e më të dashurve tuaj. I nderuar zotri Bashkim Ramosaj, që sot jeni në rolin e mikpritësit. Faleminderit shumë. Të dashur,
dhe të dashura shoqe, do t'jem pak e një anshme, sepse i kam parë disa dhe dua t'i përmend ato që janë sot këtu. E dashura Mirvete, e dashura Zoge, i dashur Mus, ishte ideja jote për zgjedhjen e vendit, Mus Berisha. Ideja ishte gjithve, por vendin e përcaktoi Musa, sepse e kishte të prekshme historinë e verave të Rukës, ashtu që shëtat edhe ju, zotëria Musaj. I dashur Nasim, para 5 vitesh të kam përshëndet ndryshe, sot jam e lumtur që je këtu mes nesh. I dashur dhe nderuar Riza Krasniqi, pjesëmarrës në aksionin e pajtimit gjaqev dhe mësuesi yni. I dashur dhe nderuar Salit Caca, më bëhet qefi që të shoh këtu. Është nder për mua që sot gjendem në mesin tuaj. Është kënaqësi për mua të jem sot në rolin e evokuesës së tubimit Verave të Lukës me 1 maj 1990. Tubimi që u bë një moto atëherë dhe një simbol më vonë e aksionit pajtimit gjaqeve. Lindja e idesë pajtimit të gjaqeve nuk ishte një rastësi. Ne jetonim në një kohë kur çdo gjë jona cënohej, rrezikohej edhe ekzistenca jonë si popull. Ishte fillimi i një viti me ngjarje dramatike, kur regjimi serb mohonte historinë tonë, pengonte të tashmen tonë dhe ndalonte të ardhmen tonë. Në këtë kohë filluan protestat e jashtëzakonshme, madhështore, si për nga pjesëmarrja ashtu dhe për nga guximi. Njerëzit nuk e kishin më frikë vdekjen. Ata dhe vrasjet dhe plagosit e shumta të fund janarit e vitit 1990 nuk i friksuan. Ata pra nuk i druheshin më vdekjes. Regjimi filloi të ketë frikë këtij populli të pafriksuar. Prandaj filloi të trilloj alibi për këto vrasje. Alibia ishte gjakmarrja në mesin e shqiptarëve. Ishte kjo një farsë prej farsave të shumta të tyre. Që kjo alibit mos mund të përdorej më, filluam me aksionin e pajtimit gjaqeve. Në fillim ishin fare pak njerëz, duke u shtuar gjithnjë më shumë ditë për ditë. Ata punonin shumë si me ata që falnin gjakun, ashtu edhe me ata që u falej gjaku. Fjala jon ishte shpresa për ta. Falja atyre ishte besim për ne. Kështu nga një lum i vogël të dashur pjesëmarrës, të nderuar pjesëmarrës, u bë një det i madh me 1 maj 1990, këtu të Vera të Lukës, një det prej 500.000 njerëzish. Tek Vera të Lukës ishte tubimi i popullit, tubimi i besabesës. Gjithçka ishte atë ditë e mundshme. U falen jo vetëm rastet e para përgatitura, por edhe ato që nuk ishin përgatitur. As thoshte profesor Antoni, qoftë i nderuar gjithmonë emri i tij, kemi ardhur t'i kërkojmë gjaqe të bëra dhe të pabërat? A ditë u falen edhe shumë gjaqe të pabëra, jo vetëm të papërgatiturat. U kriju një vetdije e re tek populli. Tek Verat e Lukës ishte pra tubimi besabes. Atë ditë në tubimin e Verave të Lukës ishin mbledhur të moshuar burra, gra, djem, vajza, profesor, student. Atë ditë faleshin gjaqet dhe promovohej uniteti ynë kombëtar. Ne që udhëhiqnim tubimin, i ndjeri Jashar Salihu dhe shumë i nderuari, i maturi, i menqur Jashar dhe unë kishim një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Ne duhet të gjenim masën për fjalët e thëna. Kujtoj të më këtë thënë Jashari, Hava du të kesh kujdes kur flasësh për të gjithë. Dhe thoshte mos harro thuma dhe ti mua të njëjtën gjë, sepse ishim të emocionuar. Dhe ishte ky këshillim reciprok, sepse në anën tonë të djathtë, o Zot, në anën tonë të djathtë që ne e shihnim më së miri, sepse bartnim përgjegjësinë për gjithë ata njerëz pjesëmarrës, ishte një eskadron me tanke dhe me mjete të tjera, të blinduara dhe me policë të armatosur deri në vend. Këtë shqetësim e bartnin edhe të tjerët, që kishin rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e aksionit pajtimit të gjaqeve, siç ishte ora e aksionit pajtimit gjaqeve profesor Anton Qeta,
dhe profesor Zakaria Cana, dhe Dom Lush Gjergji, dhe Gjevat Kryziu, dhe Idris Kokruki, dhe shumë emra të tjerë, të cilve padyshim ju hynë në hak nëse nuk i thom, por eshe pa mundur në këtë kontekst të thuhen të gjitha ata që ishin të rëndësishëm dhe luanin një rol të veçantë. Jam e vetëdijshme pra që emra që meritojnë të përmenden përbëjnë një listë gjatë, pa kontributin e të cilve ky aksion dhe ky tubim nuk do të ishin aq madhështor si që janë. Por bletët e aksionit pajtimit ishim ne të pa fjalët, ishim neve që shkonim shtëpi me shtëpi natën, dhe neve nuk e tham asnjëherë emrin tonë, dhe të them të drejtën, ndihem aq e vogël përballë atyre që falen gjakun, sa ndonjëherë turprohem të theksoj emrin e neve të ashtu quajtur bletëve të aksionit pajtimi Gjaqev. Na pa të thënë dikush bletët e aksionit pajtimi Gjaqev. Në këtë kontekst, faleminderit, shumë faleminderit. Në këtë kontekst, dua t'ju kujtoj, mes rreshtave, një ngjarje këtu në periferi të Deçanit. Shkruam, ishte Mërvetja, ishte Musa dhe mos gabohem, ishte Adem Grapovci. Dhe ishte ora policore, fillonte në ora 8. E bajmen të gjithë në atë kohë të mëshme. Dhe i zoti shtëpisë na ofroi një kafe. Dhe neve ishim të udhitur. Do të them të drejtën, sot bile kemi kujtuar rrugës me Mërvetën, me Zogën, që shpesh herë kemi qenë të udhitur. Dhe për të mos e pirë kafen, e shpexuam orën policore si një pretekst, do ta pim një herë tjetër, tham, se do të shkonim prapë herën tjetër, dhe nuk e pim kafen. Dhe i zoti shtëpisë që ma vonë e fali gjakun, na i solli herën tjetër 2 kafet. Do të pini tha kafen e pardjeshme dhe kafen e sotme. Do të kam ardhur dhe sot për pi një kafe në veçantë, por kafen e festës sot, për fatin e mirë. Një falënderim shumë të veçantë kam për banorët e fshatit Luk, që para 30 vitesh pritën dhe përcollën në mënyrë madhështore, shumë dinjitoze, tër atë lumë njerëzish. Po të kishte një çmim të veçantë që nuk di si t'javnoj emrin, do t'i japja fshatit Luk, sepse ka qenë e pamundur ato që e kanë për ata. Faleminderit tash për atëherë. Verat e Lukës u bë kështu një turbin e aksionit pajtimit të Gjaqeve, duke shndruar atë nga një aksion në një lëvizje gjithë popullore. Kjo lëvizje u kthy në një energji dhe një dritë për kombin tonë. Aksioni kështu u shtri vertikalisht duke prekur thellësitë e shpirtit tonë, dhe u shtri pastaj dhe horizontalisht, duke kapërcyer dhe kufit administrativ të Kosovës, duke u shtrirë në tokat shqiptare në Maqedoni, në luginën e Preshevës, në tokat shqiptare në Maltëzi, madje edhe deri në Amerikën e Largët. Me njëherë pas verat Lukës mbaj mend që u bë një falje e gjakut në Gollak. Baba i djalit të vrarë më tha në atë rast: fal ju qoftë gjaku i djalit, por mos mi harroni edhe djemt të tjerë. Këtu janë dhe kur që duhen e janë i merrni. Ishte një mesazh i qartë që aksioni po merr dimensione shumë më të gjera se sa veçfalja. Pra aksioni pajtimi Gjaqeve ishte uvertura e unitetit dhe forcës sonë kombëtare, të quajtur ushtria shqyrtare e Kosovës, e lirisë dhe shtetit pavarur të Kosovës. Faleminderit. Qofshin të paharruar të gjithë ata që morën pjesë në këtë rrugtim të pajtimit të kombit. Qoftë i maj 1990 i Vera Flukës një obligim i përhershëm për të mbrojtur atë dheun në rrethana lufte dhe për ta përparuar ato në rrethana paqe. Nderoj deri në përulje të gjithë ata që falen gjakun e të afërm të tyre dhe ata që ranë dhe u flijuan për atë dheun ton të lirë sot. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, ju falenderoj për ftesën, pra qoftë i paharruar ky kujtim i mrekullueshëm.
Faleminderit shumë, zonja Habe. Juroj mirë se ardhe vajzës e profesorit Anton Qeta i zonës Donika Qeta. Dhe ftoj që të marrë fjalën një akteri tjetër të kësaj ngjarje madhështore, doktoresh Nërve Dreshaj. Përshëndetje për të gjithë, për njerëzit që i kemi shmu dhe kemi mësu më spari në rinin tonë, që kemi mësu besnikrin dhe rrugën që duhet me trazu në këtë popull. Kështu që bërthamën e parë të dijes edhe të komit të kemi gjetë këtu. Uraj që dhe sot, pas sa viteve t'jeni për njëti. Profesori Anton atashte polinë më nodë. Ka foli pari, mos flet tjetëri, se bëha tepër. Kështu që foli Hava dhe faleminderit shumë, shëndetet mire. Faleminderit shumë. Ftoj që të marrë fjalën njëri nga akterët e kohës të rinis dhe të trimërisë, zotëriun Nasim Aredinaj. Përshëndetje për gjithë, lavdi, nder dhe respekt të gjithë të ramëve që nga ditët e para të shërimit thot prej okupimit Kosovës dhe deri në ditët e brama sot që përfundoi dhe u kurrizu me liri. Nërvet, ti e dinë se unë i kam debatet edhe me Havën me ty kem pas edhe debate. Prandaj unë du me folë, edhe pse ka folë Hava. I kalzoj të ngjarje pak ma që duket pa dashje ndalë. Filloj aksioni, do të një pranu pak. Do, ishe me guxim, disa hezitonin, disa tjerë në luftonin, ata që në luftonin ta qoj qartë ishin Serbë dhe ishin titistë Jugoslavë. Nuk e ke pas dhejtë fort punën e tyre. Dëshoni është treva ma sulmunin në aspektin patriotik, ju e dini, zonat e kufinit gjithmonë kanë pas fatkesisht dy sene, mesatarë s'ka pas, po ka pas, o të fort, o të lik. Këta s'kanë konë në përmesit Kosovës kanë pas një me zgjith, her me dis, her s'kajnë, ka kanë pas qep. Ata që pëtu me të regu këtu është në një pjesë, për posë që ishin të burgosur politikë dhe dëshmitarë, ishim edhe në atë kohë të përndjekur. Kishim fleta rastime në atë kohë. Njeriu që i ka ra balë më marë me mu dhe që nuk e prisja afare, dhe që kishtë dhe guximin, a dini kush ishte? Ishte Salit Coca. Ishte ai i cili kaloi mbi interesin e tij personal, mbi interesin e tij familjar, mbi interesin e tij material. Dhe rrezikoi, nëse s'ka rreziku ku shumë, unë mendoj që ka rrezikuar edhe më shumë se vetë unë po tu arrestoj. Burgosit politik e kryen detyrën e vet për cilën ishin betuar të njëjtën, që kishin amanet të burgosit politik gjatë të 8 se 47 e betutje, por këta djem i përkrahen djemt dhe familjarët më të rëndësishëm të devotshëm të kombit që kishin dhënë prova. Prandaj, jo rastisht lullëzoj me djemt e parë këtu dhe burrat e parë profesorët tonë në krye me të burgosit prap politik, Jashar Salihun, Sadret Tafilin, Nimon Alimusen dhe shumë të tjerë, pa ju i në hak të gjithë të tjerë dhe djemëve të ri këtyre. Prandaj ishte shenjë dhe simbol që ishte e drejtë rruga e guximshme por e vlefshme. Kuptohet, këtu ishin në nxënësit e tij Mus Berisha e ne të gjithë tjerë, dhe prandaj kulmoi ashtu si kulmoi tubimi Lux, që normal ishte tubimi më masiv e që fatkeqësisht unë veç isha i larguar nga ky vend. Por e di tjetrën, ishin këtu shokë tanë tjerë, Mustafa Bajramaj, ishe Akile Dedinca, dhe shumë tjerë që në prapë nuk po zitoj, po du me përmend emna pak matrisë, sepse këta emna tjerë veç jo në përmend, jo në stërpeme. Mirë po, ajo që ndodhi mrekullia është edhe një tjetër. Djemë tonë në Luk, jam shumë i sigurt, sepse se më konë vetë, edhe a ditë kanë qenë të armatosur. Pra ushtria shlimtore e Kosovës kishte rrejt tek me thellësatje. Urime Luk, jeni krenar ju, jeni krenar na, dhe na keni bojë çdo herë krenar. Ju falenderoj. Ftoj që të marrë fjalën historianin, profesorin universitar, profesor Dr. Muhamet Qerimi.
pjesëmarrës që sot në prezencën tuaj në këtë ditë të rëndësishme, kushtuar për vjetorit e 35 të Kuvendit Historik të pajtimit të gjosheve të verës të Lukës. Ju që shprehni konsideratën dhe respektin për historinë, traditën dhe kulturën tonë kombëtare. Ftesën time e kom qujt beslidhje të verët e Lukës. Si për herë, gjatë periudhave historike, e veç mas kur çështja kombëtare rrezikoi, fshati Lukut Deçanit u shndrua në epicentër të kuvendeve të rëndësishme me karakter gjithëkombëtar. Kuvende këto të besatimit dhe vendime për rrjedhat e përgjithshme politike në periudhën e sondimit Osman e me vonë edhe malezeze sërbe. Në fakt, Luka me kuvendet e veta famlarta u tregua vazhduese denjë e kontinuitetit historik të kuvendeve shqiptare që nismen e vetë patin nga periudha e lire me vonë me kuvendin e famshëm të Gjergj Kastrioti në Lezhë e deri te kuvendet e kohës më të re. Për të pasur një pasqyrë të qartë të shtrirjes së këtij logu kuvendesh, përveç segmentit historik të lartcekur, po japim edhe aspektin gjeostrategjik. Pranë Bistricës së Deçanit në mes fshatit Luka Epër me Dhesnis, gjenden verët e Lukës. Një pozitë e tillë e volitshme u shfrytzuan nga krerët e lëvizjes kombëtare për të mbledhur krahinet mes dy qendrave të mëdha si Peja e Gjakova. Pjesëmarrësit e këtyre kuvendeve për herë përfaqësonin edhe krahine më të larta se zona që e lartceken, sepse vendimet të reja se që dilnin kishin karakter mbar kombëtar përkëtazi me konstelacionet politike të kohës. Një mbledhje mbajtur në fillim të qershorit e vitit 1878 ishte merrshme dhe u mbajt si pararendse e lidhjes shqiptare të Prizrenis. Vendimet e dalura në atë mbledhje u përkrah njëzëri nga delegatët e mbledhur me 13 qershor 1878 në Prizren. Shurja e dhunshme e lidhjes së Prizrenit nuk zbehu vendosmërinë e banorëve të kësaj zone për të vazhduar mbrojtjen e interesave kombëtare. Kuvendi i verave të Lukës u ripërtri edhe në vitin 1903 dhe 1904. Partnerësitë e shqiptarëve me ardhen e Shënçi Poshës vetë u shtuan. Prandaj, në 10 shkurt 1903, me pjesëmarrjen e rreth 1000 banorëve, shqiptarët lidhen besën e Lukë për të kundërshtuar qëndrimet e ashpra të Shënçi Poshës, i cili, sipas shqiptarëve, duhej të devuhej nga vendi. Me këtë rast u morë vendim që taksat mos të paguhen. Në vitin 1904, kur në lagët e Lukës ishin mbledhur forca prej 15.000 luftëtarësh, morën pjesë edhe sa buletini dhe Perencuri. Pjesëmarrja e tyre i dha impuls të ri kësaj kryengritje, të cilës porta e lartë i kishte frikë se vala e saj zgjerohej dhe kështu mund të dilte jashtë kontrollit. Dimensioni i ri, lëvizja kombëtare besoi pasardhës në pushtet të Xhontoshve. Ekspedita e Xhavit Poshës e ndërmorë në vitin 1909 i acarëroi së tepërmi shqiptarët. Si zakonisht, para fillimit të një kryengritje në vendin e quajtur Verët e Lukës, që u bë log tradicional i kuvendeve shqiptare prej shekullit 19, krerët e lëvizjes kombëtare shqiptare u mblodhen edhe me 28 prill 1910. Ani pse autoritetet lokale osmane bën përpjekje për ndalimin e mbajtjes së kuvendit dhe shkurjes së krerëve shqiptar atje, pjesëmarrja në këtë kuvend ishte e madhe. Në këtë mbledhje veçoshin fjalimet e krerëve të njohur të lëvizjes si Shaban Binauku i Malsisë së Gjakovës, fjalimet e Isaku Lipinit dhe Suleman Batushës dhe krerëve të tjerë, ndërsa drejtuesi i kuvendit u emërua Bali Oga i Groshit. Ashtu si edhe hera tjera, vendimi bazë i dalur nga kuvendi i verave të Lukës ishte pajtimi të gjitha gjashave deri në Shënmitër, duke u lidhur besa si dhe vendimi që fiset pjesëmarrëse të i bashkoheshin kryengritjes që planifikojte fillonte shumë shpejt. Gjithë ata që nuk morën pjesë në këtë kuvend, si edhe ata që thenin normat e besës, u mor vendim të ju digjej shtëpia. Vendimet e rëndësishme u morën edhe për drejtimin e kryengritjes, furnizimin me armë, municione dhe ushqime, si dhe caktimin e numrit të burrave të aftë për pushk për çdo shtëpi. Vendimet nuk preken thellë aspektet politike.
sepse anëtarët e kuvendit e Verave të Lukës ishin të mendimit dhe besonin që do të thirrën një kuvend tjetër më i madh edhe më gjithëpërfshirës. Kuvendi i mbajtur të Verave të Lukës dhe mbi të gjitha vendosja e besës për pezullimin e gjakmorës për një periudhë të caktuar, i hapi rrugën organizimit dhe mosuvëzimit të kryengritjes së fuqishme të vitit 1990. Edhe 80 vite më pas, me 1 maj 1990, u mbajt tubimin më masiv i shqiptarëve në ish Jugosllavi. Kryetari i Këshillit për Pajtimin e Deçan, Jasher Saliu, në bashkëpunim edhe me nismetarët e shumë dhe drejtuesit e aksionit për pajtimin në nivel vendi, organizuan tubimin e Verave të Lukës. Përkundër forcave të shumta policore dhe trysnisë nga regjimi serb, shqiptarët nuk u zbrapsën në mbrojtjen e këtij kuvendi, ku morën pjesë mbi gjysmë milioni shqiptarë të drejtuar nga Anton Çeta. Në këtë tubim u falen shumë gjoqe, shumë plagë dhe shumë gatresa. Nga gjithsej rreth 120 pajtime që u bën dhe nga pjesëmarrja kaq masive e popullit si asnjëherë më parë në periudhën e pas luftës së dytë botërore. U dha një mesazh i qartë për domosdoshmërinë e gjetjes së rrugëve bashkëpuese dhe përbashkëpuese për popullin shqiptar. Krejt në fund mund të themi se kuvendet e mbajtura të Verave të Lukës përfaqësojnë një nga format më autentike të organizimit politik dhe shoqëror të shqiptarëve në periudha vendimtare të historisë. Kuvendet ndikuan në forcimin e identitetit kombëtar shqiptar, duke shtruar rrugën për zhvillimin e lëvizjeve më të mëdha, të cilat i paraprin shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ku pjesë integrale ishte edhe Kosova me Lukën e Deçanit në të. Marrë në tërësi, kuvendet shërbyen si forume vendimmarrëse për çështje të mëdha kombëtare, duke u bërë qendër ku u lidhen besa, u pajtuan gjoqe dhe u hodhen themelët e kryengritive që kishin për synim mbrojtjen e të drejtave dhe identitetit shqiptar. Këto kuvendet dëshmojnë për një traditë demokratike dhe unitet mes shqiptarëve, ashtu si edhe për gatishmërinë e tyre për të vepruar kolektivisht në momentet e krizave politike dhe ushtarake. Edhe në kohët moderne ato mbeten simbol i pajtimit, bashkimit dhe rezistencës, duke vazhduar të jenë një burim frymëzimi për qendresën kombëtare dhe ndërtimin e solidaritetit shoqëror. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, në këtë 35 vjetor, kryetari i komunës Zotëri Bashkim Ramosaj ka vendosur të ndajë mirënjohje postmortem disa nga aktorëve kyç, protagonistë dhe simbol të kuvendit të Verave të Lukës. Profesor Anton Çetës, profesor Zofia Canës, nënës Aisha Grvalla, general Jasher Saliu dhe fshati të Lukë për kontributin. Sigurisht që mirënjohje meritojnë qindra, ndoshta mira vetë që janë angazhuar në këtë lëvizje madhështore, për këtë kuvend madhështor të papërsërishëm në historinë tonë, por sigurisht në 40 vjetorin do t'i ndajmë mirënjohje. Ftoj kryetarin e komunës bashkë me aktorët që të ndajmë mirënjohje, ftoj familjen e profesorit Anton Çeta që të pranojë mirënjohje. Ftoj familjen e profesorit Zekria Cana që të pranojë mirënjohje.
Ftoj familjen e nënës Ajshë Gërvalla që pranoj. Mirënjohje. Ftoj familjen e General Jasha Ersaliu që të pranoj. Mirënjohje. Ftoj kryetarin e Këshillit të Fshatit Luke Epërme, zotrin Xhabit Mulaj, që të pranoj mirënjohjen e emrit të Fshatit Luke Epërme. Faleminderit shumë të gjithëve. Edhe njerë mirënjohje falëndërimi veçantë për këto që ka dhënë kontribut për organizimin e Kuvendit Historik Vera të Lukës. Ju aktorë të respektuar dhe të tjerë që nuk janë këtu në mesin tonë. Mirënjohje për të gjithë ata burra e të rinje, gjithë fshatin Luke Epërme, por edhe fshatra tjerë për angazhimin dhe organizimin e Kuvendit madhështor. E mbi të gjitha, faleminderit nga zemra gjithë atyre që falin gjakun apo nga tresën. Zoti shpërbleft. Kalojmë tek programi kultura artistik. Me recitalin në verë të Lukës Besa e Zotit, vjen artisti dhe muzikologu Jeton Tajrukaj. Eu të falem sot, o kombim, të erdhë prej Zotit ky bekim, si prej qiellit, me dritë diellit e këfjellësi të motit, për pajtim dhe të fjalë e Zotit. Pleshtën shikim i fërkojnë syt, nga habia lujnë kryt. Ata burra në plisa të bardh, që vinë mes konaku e kashtegu, po do në Zoti e pas kanë ardh, Shaban Binaku e Isa Begu. Në shami të bardh, Lokë e madhja, nan e kombit Ajshë Gërvalla. Ah, lombardh, që rjedhen nga gura, ato i dandin si kristali. Mi fladit, sot dikta burra, që Dardanis gjakun ja falin. Kërkon toka të falet gjaku, kërkon deri të ruhet braku, se do të vinë do kohë tjera, tashme luften e kem të dera. Ju baj berë në 7 copë luka, këtu është krypa, uj dhe buka, këtu kem huten me barot, jo për vëlla Zotis thot, por për pushtusin që në ka shkel në tokë. E unë juve sot voje fjallën, bashkë me Lokën Ajshë Gërvallën, me Bacën në Zeqë, Smajl Haradinin, me Dom Lush Gjergjin, e Hoxh Ajni Trimin, Idris Kokrukun e Bacë Ramizin. Nga këto kullat duka gjinit, ushtri dora e pajtimit. E se më thanqin Anton Qeta, për këtë besë që këtu e gjeta. Nderi e besa janë vetë jeta, e i runë Shqipja rajt e veta. A ti Luk, legjend kombëtare, log Kuvendi e od kombëtare, në vera tu po shkrujmë kapitull, historis i japim titull.
Ktu ligjëroi vet profesori Tahir Luka Ajmetori, Baca Zeq me libër të Zotit, Bajram Januzi me kthjellësi të motit. Këtu e ka Varrin dhe Ali Sutaj, një pen deri për 7 cop Luka. Bac Dërvishi me Demushin, historisë vargjet ja shprushin. Baca Hasan me Bacën Is, vinë në Shqipëni prej Shqipënis. Kra për kra nja osënura, mirë se ju gjeta thotobura. Adem Rama, Kreshni Komtar, thot mirë se arshi me kam të mbarë. Nja qos Luka i Mul Dardanit, merë të ngryk me krush të vatanit. Thaq e shal, i kom mazveti, besa e nderi bashkur si treti. Amanetin e Ram Dërvishit, si përnin e Dauti Bishit. Nuk del kush që e bandysh, se prej një shanit nuk jekim sysh. E ju bekojnë djepat e voret, se nga Zoti bekim e moret. Do të mahet mend kjo datë, kombi e Zoti ju shkroj urat. Faleminderit. Do të ftoj për një këngë, pastarësin e Dërvishaqes, Erion Tajrukaj me grupin e folklorit, me këngë kushtuar Anton Qelës. Anton Qeta kure merë fjale
Teatrit po na bëjnë krenar kudo që janë me koreografin Gent Stedaj.
Sot me përullësi dhe krenëri përkujtuam një nga paqet më të ndriturat e historisë sonë, kuvendet e pajtimit të Vera të Lukës. Le të mbajmë të gjallë besën, faljen dhe dashurinë për njëri tjetrin, ashtu si na mësuan ata që falën gjakun për të bashkuar kombin. Në emër të Këshillit Organizativ, Komunës së Dëqanit, shoqata të dala nga lufta UÇK-s, fshatit Luke i Përmet dhe gjithë atyre që kontribuan për këtë ditë, ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj sot. Zoti ju bekoft kudo. Krejt në fund, ftoj që bashkë të bëjmë zbulimin e pllakës përkujtimore të vendosur në ndërim të kuvendive historike të mbajtura të Vera të Lukës në vitin 1903, pastaj në 1910 dhe 1990. Ftoj kryetarin e komunës Bashkim Ramosaj, zonjën Havë Sharp.